zotri, mysafirë të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajen në ADN mirë mbrëma na enë. Mirë mbrëma Mihrie, mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, gati që të jeni. Më shumë se gjithë që vë vite e mbajnë këtë slogan. Këmi ka dhe sloganet të tjera në realitet. Por e bukura është se kështu mendojmë që t'ju përshëndesim kudo që t'jeni. Kudo që jeni ju që i thoni bukës buk e ujit uj në tër globin toksor. Mirë mbrëma nga spektakli juaj ODN, këtu në Radio Televizionin 21. Jemi në muaj mars, sërish vjen marsi. Marsi ka ditë jetë edhe tragjik, po edhe sigurisht shumë mitik, legendar për ne, sepse ngjarje të mëdha që ka nis lëvizjen e ati globit të lirisë së shqiptarëve, sikur ka ndodhur në këta muaj, edhe në muajin mars. Sot, në realitet, kur po realizojmë këtë spektakël, shënojmë 47 vjet të fillimit të demonstratave të vitit 1981. Isha në moshë shumë të re, në realitet, dhe kur se kisha menduar se një ditë do të thoja, a ju kujtohet para 47 vjetëve ka ndodhur kjo ngjarje. Së më duke sikur pafundësisht do të mbetem nxënës i vitit parë të shkollës së mesme. E dëgjojmë këtë këngë. Mas zemër o lirie Qaku ytë qaku i Skenderit Abë dy në krashin oj dhe rasin e ka këtu Miria në vitin 1990, në momentet kur guxuam me këndu, sepse në realitet kjo këngë ishte kënduar në vitin 1989 nga artistja e madhe që e donin edhe duan edhe sot e kësaj dite gjithë shqiptarët, kudo që janë në botë, për zërin e saj kristal, folklorik, në muzikën popullore Fatime Sokoli. Ishte në shtetja më e madhe logjistike që na dukej për neve të gjithve që jetonim në atë frym, e cila filloi furishëm me 11 mars, që filloi në qendrën e studentëve, e filluan studentët, si çdo gjë që zakonisht studentët kanë filluar revolucionet në ndryshimin e jetës së njerëzve, kurse këtu në realitet fillonte një revolucion i ri për lirinë tonë kombëtare. Ne kishim vesh një idealin kombëtar. Na thonë shpesh, jo keni do Ashtenverin, jo keni do Ashtiton, jo kështu. Ne kishim vesh një idealin kombëtar, idealin e lirisë kombëtare. Me 11 mars, Mihrie, unë aksidentalisht kom pas fatin më ushtjell edhe më gjetë në atë pjesë. Me 26 mars, në realitet, studentët, sepse demonstratat i organizojnë kushtimisht studentët me 11 mars dhe me 26 mars. Me 26 mars, përsëri janë studentët, fillojnë demonstratat të mëdha në qendrën e studentëve, i izolojnë e kështu. Fillon sistemi me vepru në mënyrën më të vrazhd, me ardhë policia nga gjithë Jugoslavia, sidomos nga Serbia, me hynë Kosovë, kështu me radhë. Demonstratat kulmojnë në realitet me 1 edhe 2 prill, kur e gjithë shqiptaria që ishte në Kosovë, po dhe jashtë Kosovë, vinë në demonstratat që zhvillohen në Prishtinë, po dhe në qytetet tjera të Kosovës, me kërkesën që Kosova të bëhet republikë. Atëherë shpresa e vetme shihej që Kosova të bëhet republikë në kuadër të asaj Jugosllavie që ishte, nuk shishim shpresë tjetër dhe edhe sistemin në botë ishte i ndarë në 2 pjesë, bota perëndimore demokratike dhe pjesa tjetër, ne
pak kishim prek nga jo, edhe pse, absolutisht, të gjithë shqiptarët që ndiqeshin e përndiqeshin edhe iknin nga Kosova, përfundonin në Perëndim. Jo në vendet komuniste. Është shumë interesante, ha? Edhe pse mundohen të na gjykojnë sikur në kuadër të marksizëm, leninizmit e kemi realizuar atë gjë. Jo, shqiptarët kërkonin lirinë e tyre, e cila vazhdoi më pas në vitin 1989, në vitin 1990 dhe përfundoi e u realizua në 1999 me luftën tonë çlirimtare më në krye ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për krejt këtë, në kapitullin e dytë të spektaklit tuaj, do të kemi një lloj kronike apo mini dokumentarit të vogël i cili do të flasi gjëra interesante, ndoshta të padëgjuara për demonstratat e vitit 1981. Ndryshe, kemi qenë të rrezikuar edhe Miria dhe unë, dhe edhe shumë artistë të tjerë, për këngët që i kemi këndu, edhe në vitin 1990, bile njëherë, jo unë, po dikush tjetër, edhe i ka hangër 60 ditë burg, po pikrisht për këtë këngë, edhe për këngën time Moj Sërbishtri Ge Vjetër e kështu me radhë. Po ne ecim tutje, do të flasim në një moment tjetër për rezistencën në art, edhe për artin paraprirës për lirinë tonë. Le t'i falenderojmë nga zemra gjithë ata që në supporti ju një fuqishëm, e mbështetja jo në mirë, sponsorët tanë, për këtë skenografi të bukur, për këtë background fantastik që na tregon Prishtinën tonë të dashur, kryeqytetin e Republikës Kosovës, kryeqytetin e shqiptarëve quajon, edhe Mihri e flok kusht i kanë resh, mas i them usëm ka vesh, këtë jo kur kush jëm vesh vetë. E falenderoj zonjën Selvete në kodrën e trimave, e cila për kujdeset për pamjen time. Dhe le të vazhdoj slogani, Salonion Dulimit Vranjevc, kodra e trimave Prishtinë, Selvete. Ne këtim pa humbur kohë duke u lënë radhën atyre që sjellin për çdo javë gazin, humorin, përmes satires, alegorisë, së tyre, artistët e humorit, Dalahyr dhe Kuja. Mirë mroma, bre. Një mirë si zakonisht po vizlën. Ka thonë Naimi zemra, kishe adin mos me bo mo. Jo, s'ka thonë Naimi mos me bo. Naimi po thot me bo ma shumë. Ma shumë. Si pakën Naim. Po ti më se ngutë se kjo po thot ma shumë me bo, jo mos me bo. Po pedi, po hadojmë. Hadojmë di qështë si nervaz. Pse bere shka u bo? Mërë me menë, ngëni diçka. Trupi i njerit i ka 7 trilion nerva. Shqiptari është i aftë me t'i shkërdhuj se cilën një ka një. O, bashkë vala. Se për s'ka u bo, a i ki halona i sen për 8 marsa? Bashkë për 8 marsa kam. Ani kishe po festujna. Nalë, se këtu na here, dita e grave u konë me 6 mars. Shë? Po gratu menu që ka me vesh mu duk mire, qa me bo, ka e zdota tërt tëtë. Në tëtë një do. Unë e di vesh një sen. Amanet që kur des vërin me malon ofër gjodës që atë. Pse apo do me qilë dyqana? Që dyqana? Ja, po du që kështë kalan me po ku ka dek hyra që ka hjek të njetën tu jetu me budov. Se bre shka u bo. Qyve qa u bo pja bëj zemër. A pe din cila dito sët, po tha 8 morsi. Dita e grove, thash, edhe, ta qka edhe tha njej, ta sikur nota e shtrigave tha dhe që moho ditën. Tash pua. Aha, tash ani qa po bojna? Unë e din me ime që po dolim dika diçka. Shka tha? Qa dojna me bo? Ta qka pi vjen, tash e dile. E dile. Bërne tha do pasull se moti se ki bo. Me ne ime shka. Aja une, para 2 dite, kom qitë. Lajnë mërim. Për 8 mars, nuk më punon Messengeri. Kështu që ju lus, kejt urimet më miqu për mes Vester Onirë. Me kjo, ty be po.
A e ki po që të na për dit për shkon të u bo mire, ma mirë. Jo, s'peshë. Po normal që se shet, që sheshe kur si këshu lojmet. Lojmet që ashtu pëthojnë. Ha mo mirë. Pi thëm burit e më zemër që po dalim sonte, se fest, Po? tha, oj zemër, ti e din që gruja është tylla e shpis. Është po zemër e di. Po. Tha, ani prari këtu. Ha. Tha, shi. Po dhe tha, po dhe më na urdzu, tha shpia. Nga, He. gratë jonë si pëmët. Se cila e ka bukurin e vetë, shijën e vetë, aromën e vetë, ngjyrën e vetë. Normal. Problemi jo të burrat. He. Burrat e dojnë salat të pëmëve. Ma bash. Nga, gruja kër t'i bën 14 vjetë, Po? është njëjtë si mi pas 2 ka 20 vjetë në shpe. Qashtu është. Ha. Po buri kër i bën 14 vjetë, Po? është si mi pas 8 fmi ka 5. Bro, këtë luftë. Unë me. He, Me bo me kërsit lufta e 3 botnore, pas një gojle e kam. ha qore? Shka me vesh ditën e parë. Po ti ma mirë me pas gojle qysh me majt një djetë që me mujt me ik sa ma letë. Pse moj punë po moj djetë? Djetë? Djetën e natës. Qarë djetë është ajo ajtë spjego ma? Shumë e letë, kur flej nuk ha. Edhe unë po majt djetë. Ha. 5 kila i ku mu për një ovë. U që qëfar djetë o që i hupe 5 kila për një avë? Në këpeha më renat. Nga kule. Është një fjallë e vjetër popullore, thot. Uje dhe fjallet është letë për t'i derdhur, por shumë vështirë për t'i mbledhur. Ej, valla.